Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion I vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Dy robot po luajnë futboll në livadë. Roboti I kuq është portieri. Mbroje portën, roboti I kuq. Oh, gol! Roboti I kuq e rifut topin në lojë. Oh, por roboti e goditi topin aq fort sa I fluturoi në barin e lartë. Tani na duhet të gjejmë edhe topin. Leo, a mund t'i ndihmosh robotët të gjejnë topin? Si thua, I ndihmon dot? Oh, Leo pas ka ngarkuar pjesë të një kositëse bari. Oh, le t'i bashkojmë të gjitha shpejt. Ky është motori. Shasia dhe boshti për rrotat e përparme. Platforma mbajtëse. Ja dhe një ndenjëse. Mekanizmi prerës që na ndihmon për të prerë barin. Timoni dhe 2 dritat. Boshti I rrotës së pasme. Dhe vendi ku do të mblidhet bari. Ja ku janë edhe rrotat. Por ato janë vetëm 3. 1, 2, 3. Rrota e 4 u rrotullua dhe u fut në barin e lartë. Le të shkojmë ta gjejmë. A I gjete, Leo? Oh, po ai është topi me të cilin po luanin robotët. Tani ato mund të luajnë përsëri futboll. Po rrota ku është? Ja ku është. Çoje te kositësia e barit. Tani ta vendosim në boshtin e saj. Gati! Është koha për të kositur barin. O, sa mirë punon! Oh, po çfarë po bën Leo? Përse ti ke ngarkuar këto bojra? Leo po vizaton shenjat e bardha. Robotët tani do të kenë një fushë të vërtet futbolli.
A të ndahemi në 2 skuadra? Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion I vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Kjo është një valixhe. Roboti po fut gjërat e tij në të. Ai dhe miqtë e tij duan të shkojnë në një udhëtim. Shkëlqyeshëm, gjithçka po shkon shumë mirë. Erdhi dhe treni me të cilin do të udhëtojnë robotët. Shpejtoni, treni do të niset së shpejti. Oh! Treni po largohet. Ju bët shumë vonë. Robotët janë shumë të mërzitur. Çfarë duhet të bëjnë tani ata? Ç'keni, Leo? A mund t'i ndihmosh robotët? Ata humbën trenin, por duan se s'bën të shkojnë në një udhëtim. A mund t'i ndihmosh ti, Leo? Ah, sa mirë! Po çfarë pas ka ngarkuar Leo në karroceri? Një kornizë blu. Rrotat. Mbulesa e rrotave. Dy divan? Edhe një tavolinë? Ua! Dhe tani Leo po monton kabinën. Me dritaret. Dhe një çati. Ky është një rulot. Dhe tani mbetet të vendosim vetëm derën dhe mbrojtësen nga dielli. Gati! Leo, ruloti nuk mund të ecë vetë. Atij I duhet një makinë për ta tërhequr. Le të shkojmë ta zgjedhim së bashku. Ndërsa robotët ulen brenda dhe përgatiten për udhëtimin e tyre. Oh, kujdes robot! Kamioni Leo erdhi tek vendqëndrimi I makinave. Pyes veten se çfarë lloj makine do të zgjedhë ai. Më mirë le ta shohim. Makinë pastrimi, një betoniere, një zjarr fikse, apo një pick-up. Oh, harova kamionin e plerave. Leo, cila nga këto makina mund të tërheqë një rulot? Pick-upi? Le ta provojmë. U lidh,
Kjo ishte ajo që duhej. Të lumt, Leo. Mirupafshim. Robotët po largohen të lumtur. Do shihemi së shpejti. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion I vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jen sjell tek ju. Roboti I kuq sot po punon si makinist. Treni u nis. Nxito, Kal, nxito. Në tren pas ka hypur një viç I vogël. Edhe një dele. Oh, mos! Kali nuk arriti dot të hypte në tren. Mos u mërzit, Kali vogël. Kamioni Leo do të ndihmoj. Përshëndetje, Leo. Çfarë na ke sjell sot? Sot Leo do të ndërtoj një rimorkjo për një kal. Platforma gri. Katër rrota. Pjesa e sipërme e kuqe. Krahët mbrojtëse të rrotave. Ja dhe san që Kali mund të haj rrugës. Dy shirita të verdh. Shirita të kuq për anët e rimorkjos. Tani të vendosim xhamin. Ja dhe çatia e gjelbër. Dritat. Kjo pjesë është për bashkimin e rimorkjos me veturën. Po, çfarë po ndodh, Leo? Pa shiko, mungo ka dera e pasme. Duhet shkojmë ta gjejmë atë. Tani treni do të arrijë në stacion. Le të shohim çfarë pjesësh ka sjell ai. Rrota. Këto nuk na duhen. Një derë për automjet. As kjo nuk na duhet. Ja ku është ajo që na duhet ne. Ta vendosim derën e pasme në rimorkjo. Tani, le të bashkojmë rimorkjon me makinën. Eja, Kal, hyp!
Ky është një park argëtimi dhe përballë tij është një platformë me pengesa ku kali mund të vrapojë dhe të kërcejë. Kërce! Të lumt! Kërce! Sa po argëtohet kali ynë. Leo, shumë faleminderit. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion I vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra të reja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Piruni I vogël po mundohet të sistemoj trungjet në sheshin e lojrave. Po ai nuk po arrin dot ta bëj këtë. Trungjet I rrëshqasin dhe I bien në tokë. Leo do di si ta ndihmoj mikun e tij. Ai do t'i ndërtoj një automjet të ri, kamion për transportimin e trungjeve. Le të fillojmë ta ndërtojmë kamionin këtu. Leo, a je gati? Së pari lidhim kabinën me shasin. Vendosim 3 rrota në njërin anë dhe 3 rrota në anën tjetër. Tani dritat e përparme. Ja dhe dritat e pasme. Radiatori. Mbrojtësja e përparme. Dhe në pjesën e pasme do vendosim ndalesa të forta metalike. Shikoni, kjo makinë mund të mbajë trungje. Tani kemi nevojë për një krah vinçi. Na nevojitet për të ngritur trungjet. Leo, shkojmë ta kërkojmë. Shiko, Leo, cila nga këto na duhet për të kapur trungjet? E sakt, kjo është dara që na duhet ne.
Ndërsa Leo po ndërtonte kamionin, Piruni i grumbulloi të gjitha trungjet. Sa mirë! Shikoni sa bukur punon. Transportuesi trungjeve tani mund të nisesh. Punë e shkëlqyer, Leo. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë, gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Kamioni Leo po del nga shtëpia e tij. Po çfarë ndodhi? Aha. Për të mbrojtur nga dielli, Leo vendosi një kapele. Sot është një ditë me të vërtetë nxehtë dhe të gjithë kanë dalë jashtë për të luajtur. Robotët po luajnë pranë lumit me top, ndërsa Leo do të ndërtojë diçka të re. Ej, kape topin, robot! Tani Leo do të shkarkoj pjesët dhe do të ndërtoj një shpërndarës akulloreje. Ky është trupi i bardhë i makinës. Kjo është makineria që bën akulloren. Krahët, dyert, katër rrota. Mbrojtësi i përparëm dhe mbrojtësi i prapëm. Grila e radiatorit. Ja dhe 2 dritat e përparme. 2 tenda shumë ngjyrshe për të mbrojtur nga dielli. Ja dhe folsat për zërin e lartë. Dhe një akullore e madhe plastike që të gjithë ta shohin dhe të dinë se çfarë akullorje të shijshme po përgatitet në këtë makinë. Kamioni i akullores është gati. Robot, mos dëshiron ta nisësh ti atë? Hyr shpejt brenda. Ej, miq, shikoni! Është një shpërndarës akulloreje. Shpresoj që akulloret tani të jenë gati. Oh, ajo nuk po nxjerr akullore. Mos u trishtoni, robot. Leo, a mund t'i ndihmosh ti? Për të bërë akullore, duhet qumësht dhe kausha. Besoj se këto do i gjejmë tek dyqani i Pirunit të vogël. Përshëndetje, Piru i vogël. Sigurisht, Leo. Ti mund të marrësh qumshtin edhe kaushat.
Faleminderit, miku im. Hidheni qumshtin në makinën e akullores. Dhe Kaushi është vendosur në vendin e tij. Robot, ule levën. Shkëlqyeshëm. Roboti kuq, ku po shkon ti? Dëshiron akullore me lule shtrydhe? Fute lule shtrydhe në makineri. Ja ku është edhe akullorja me lule shtrydhe. Ju bëf të mirë. Punë të shkëlqyer bëre Leo.